Se ne duam gjithmonë kur bëjmë lutje, thomi o Zot bëje kështu, o Zot ma jep këtë. A di çka është më e mira? Të themi o Zot, kjo dëshira ime dhe kjo punë që unë dua të bëhet, nëse është në dobin time për dunjon dhe ahiretin tim, ma mundëso. Nëse në diturin tënde kjo dëshira ime është e gabuar, se unë ne qaq dim, ne shofim shumë pak, shkurt, po Allahu Dhul Gjelal shef pa kufi, dhe aje din mandi, prej ati ku e shof unë që më duket e mirë, mra pa dje shef Allahu Dhul Gjelal, dhe aje shef se për ty nuk është e mirë edhe nuk e ban. A di pse nuk e ban? Sa e të më shiron ti, se aje din ma mirë, se që aje lutja ime me këmgullje, ndoshta nuk është në dobin time. Shumë herë jemi lutë, o Zot bënje, jemi mundue, kemi intervenue, kur është bo mas dhejt. Abe nuk na dul hajrë kjo punë, prandaj duhet të thush, o Zot, nëse është hajrë, ma mundëso. Në diturin tënde, nëse është e dobishme, ma mundëso. Nëse është e dëmshme, më largo. Ama më stuj ashtu se kjo është e mirë. Ajo është e mirë në sytë tonë, në pamjen tonë të kufizuar, ndërsa në pamjen e Allahut të pakufishme, në diturinë e Allahut të paskajshme, mund të mos jesë e mirë. Andaj Allahu Dhul Gjalal me një hadith tjetër kutsi i thot, o njeri, o robi im, nëse je dakord me atë që unë të kom caktu, do të mbushi zemrën me kanat. Do më thonë kanat i thonë, do t'jesh i kënaqur me atë që ke, dhe do t'jetosh rahat, pasi ke kontribua, jo kështu gati, azërgji. Po që se ti nuk dakordohesh me atë që unë të kom caktu, nuk të është bol, nuk të ngopet syni, atëherë do të ngajsh, do të lodhesh, do të raskapitesh, sikur e gërsira në mal, dhe në fund nuk do të bëhet përveç asaj që du unë. Nuk do të bëhet përveç asaj që donë Allah. Pra, dëshirat tonë e në të ndryshme, po njohurit tonë e në të kufizuara, andaj duhet të përpjekemi të japim kontributin maksimum, aq sa kemi mundësi, ta shfridzojmë. Për një çështje vëllezër të dashur, unë mund të kem mundësi 10%. Mundësit e mija për të arrit e sukses, jënë 10%. 90% s'kam mundësi. Qatë 90% nëse është e dobishme për mu, e plotson Allahu Dhul Gjelal. Thëm, o Zot, deri këtu ka që mundësit e mija, e tash o Zot e la në fuqin tënde dhe në dëshirën tënde, nëse është e dobishme për mu, ma mundëso. Edhe Allahu e kryn. Ndoshta unë kam mundësi 1%, 99% e krynë Allahu Dhul Gjelal. Subhanallah. Ejubi a.s. ishte i sëmur, e dini, 18 vite. Kur ju lutë Allahu Dhul Gjelal, shkurt, Allahu Dhul Gjelal i tha, o Ejub, që ati ku je, në shtratë ra, i shtrim. Ka disa njëri si ndëgjojmë, kur jemi këtu të kjo qështje, thojnë, Hazreti Ejubit, ju ka prish trupi, ka ra mishje, jo vlesër, jo. Allahu Dhul Gjelal, jo, nuk ka të thonë kështu, por ka patur dhimbje, ka patur smundje, por trupin e ka pas për mashallah, i dobet po, pa as nuk e prish trupi, as nuk i kanë bi mizat, as nuk, stakfirullah, por i sëmur, i palëvisshëm, shumë pak. Allahu Dhul Gjelal tha, Ejub, aq sa ke mundësi ti, e këtu është pëjtë, aq sa ke mundësi ti, qo e këmbën, që ati ku je, dhe me thembrën tënde, më shoj vendit, që ati ku je, që ati, s'ka nevojt vinjas, kur kush të të ndihmon, unë jo maj që e kry, ama ti, qo e këmbën, o Zoti sëmur, ngre e këmbën, aq sa ke mundësi, edhe ngre Ejub a.s. i këmbën, dhe me thembrin më shon vendit ku ishte shtrim, Allahu Dhul Gjelal tha, pre ati do të del uj, e ti nga ai uj do të pish së pari, e pastaj kur do forcosh, kur do të pish, do të forcosh mrenda, do të shorohesh mrenda, e pastaj do të alosh trupin, edhe ajo do të forcoj edhe fizikisht,
edhe ti do të ngrihesh. Edhe Ejubi a.s. nuk tha o Zot, po une nuk muj, në shumë herë nuk muj, mund o vllaz, aq sa ke mundsi mund. E ngrit Ejubi a.s. i këmbën dhe i mshojt tokës, edhe gufoj uji, dol uji me urdhën të Allahut dhul xhelal, kun feyekun. Dol uji sipas porosisë së Allahut dhul xhelal, piu nga i uji, hudhi në trupin e vet dhe u ngrit, u shëru. Subhanallah. Me kaq? Po me kaq. E sa ishte kjo mundësi, sa përqind për me dal uji nga toka kështu në këtë formë? As 1%, por Allahu dhul xhelal kërkon mundin tënd aq sa ke mundsi. Edhe tash vjen gruaja e Ejubit a.s. Vjen edhe shef një njeri në bafqe, përpiqet ka dalë Ejubi për herë të parë pas sa viteve, ka dalë në bafqe, është përmallu ta thith ajrin e pastër, ta shef dynjon. Vjen gruaja e Ejubit a.s. me shef një njeri të huaj, tha subhanallah, kush është ky? Hin të vendi Ejubi sashtë. Ja Allah, dul, o vllai dashur, tha, më fal bre, mos e pa bre Ejubin dikund. U kthi Ejubi a.s. tha, unë jam. Ti je Ejubi? Tha po si kështu, më shëroj Allahu. Më porositi e zbatova dhe aj më shëroj. Më porositi dhe e zbatova. Çka të porositi? Ato që e përmendëm, e kryti. Dhe Allahu dhul xhelal e shëroj. E sa përqindje, këtu e ke vjo, sa përqindje ishte fuqia e Ejubit? Shumë pak. E atë tjetër kush e plotsoi? Allahu dhul xhelal. Pra, mbështetja Allahut është kur ti e kryen punën aq sa ke mundsi. Wa ma tashauna illa an yasha Allah. Jo atë që doni ju, nëse nuk don Allahu. Bëhet ajo që doni ju, nëse bashkangjitet dashuria e Allahut dhul xhelal, vullneti i tij i pakufishëm, nëse i bashkangjitet dëshirës sate dhe timës, ajo do të kryhet me sukses.